Bismillahirrahmanirrahim. Selame për gjithë juve që po na shikoni dhe na ndëgjoni. Jemi pranë qabës bekume. Lusë Allahun Azze ve Gjell që mirësitë e tij të panumërta, për mirësitë e tij të panumërta, t'jemi falenderus dhe mirënjohës ndaj Allahut Azze ve Gjell në vazhdimsi. Fe in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Po donim t'i numronim të mirat e Allahut, nuk do të kemi mundësi. Andaj, për mirësitë e tij, t'jemi falenderus me fjalën elhamdulillah, hamdi lavdia i takon Allah. Sot është dita e fundit në Mekën e bekume, për këtë udhtim bekum, i lutem Zotit Gjelle Gjelaluhu që ibadetet tona të i bëj kabul, umren ton të bëj kabul, duat dhe lutje që i kemi bu për vete, për prindërit tonë, për bashkëshorten dhe për gjithë besimtarë dhe besimtaret, Allahu t'i vlerësoj, na shpërblej dhe Allahu Azze ve Gjell për këto në ditën e gjykimit na rëndoj peshojen dhe ta fitojmë mëshirën dhe faljen e tij. Nderum, këshilloj vetën dhe juve. Ne nuk kemi mundësi me hynë në xhennetin e Allahut pa rahmetin e Allahut. Allahu na mundsof me hynë në xhennetin e tij, jo me drejtsinë e tij, por me mëshirën e tij. I lutemi Zotit Gjellëshanu për çdo mirësi, ashtu siç ma mundsoi Allahu dhe të bëj umre, i lutem Allahut nga loçka e zemrës që gjithë ju që po na shikoni dhe gjithë ju që po na ndëgjoni, Allahu au mundsoft me ardh këtë vend, me bo umre, me u lut këtë vend ku Ibrahimi a.s. e vendosi Ismailin, këtë vend ku Ibrahimi a.s. ngriti muret e Qabës, këtë vend ku Ibrahimi a.s. tha Rabbena taqabbal minna, Zoti ynë, bone kabul për nesh, këtë vend ku pejgamberi a.s. lindi, këtë vend ku pejgamberi a.s. u rrit, u bo burr dhe në moshën 40 vjeçare i erdhi shpallja, i erdhi vahje në shpellën Hira me fjalat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexo me emrin e Allahut që ty të ka kriju. Shpejtësi Resulullah ja erdhi këtu në Mekke, u mbulu, i zbritën ajete të tjera, ja ayyuhal muddathir qum fa'anzir, o ti mbulum, ngreho dhe thirri njerëzit në dinin e Allahut. Nga ky vend, për gjithë dashamir, për gjithë mish, për gjithë juve që po na dëgjoni dhe shikoni dhe për të tjerët, ftoj që ti përgjigjen thirrjes së Allahut Azze ve Gjell, por gjithë këto ta bojnë me dije, me ilm, se Allahu thot Kur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, mëso dhe thuj la ilaha illallah. Pastaj wastaghfir li dhanbik, dhe bën istighfar për gjinahin ton. Allahu na mundsoft që ne ta fitojmë kënaqësinë e tij, dashuria ndaj Allahut Azze ve Gjell, e jona mendojmë dhe vlerësojmë që është më e madhja. Jo, kjo nuk është më e madhja, po më e madhja është dashuria e Allahut ndaj neve. O Allah, më jep sinqeritet në çdo gjë. O Allah, falem mu, prindtemi, familjen time, ngushtë dhe gjen dhe gjerë dhe gjithë besimtarët dhe besimtaret. Gjerë në takimin e radhës, shpresoj në umrën e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.